Lexoj detyrat e drejtorive të një agjencie shtetërore, sepse ka harruar detyrat e tij. Ka harruar 1 milion të papunët, që i ka lënë pa shpresë. Ka harruar 540.000 pensionistët që këtë vit të ri i la pas një qindark. Ka harruar universitetet e spitalet pas një kusht e standard shërbimi. Ka dështuar me ekonominë, duke lënë balt Shqipërinë dhe shqiptarët. Ndaj sot, lipset që gjithë shqiptarët, që Shqipëria të ngrihet në këmbë, për të larguar këtë qeveri të dështuar që vodhi zgjedhjet për të vjedhur gjithë vendin. Sali Berisha thot se kutia i takon vitit të shkuar, por në fakt kutia e mbyllur është baza e pushtetit tij të vjedhur. Ky vjedhës votash ta harroj se opozita do të heqë dorë nga transparenca e kutive të 28 qershorit. Djegja e fletëve nuk e mbulon dot krimin elektoral që herët avon ne do ta bëjmë transparent në sytë e popullit, duke treguar manipulimin që është bërë me materialet zgjedhore. Sa për Edi Ramën, Sali Berisha bën mirë të kërkoj falje për prallën e gënjeshtrës 20%-shit që paturpsisht u atregoi shqiptarëve për 3 muaj me radhë me gjithë fuqinë e artopalanëve të pushtetit të vjedhur.